I pat këto që ngritën kartonat jeshil, janë këshilltarët e majtë bashkiak të Këshillit Bashkiak të Vlorës. Janë këto gëjoret, edhe janë ata froshot, e keni parasysh ju, janë këta allumi i qytetit, kanë ngritur dorën, kartonin, që t'i merret të shpronsohet pronarët disa familje qytetare vlonjate, të shpronsohen për herë të dytë, dhe tokën e tyre ta marr bashkia. Pra, këta pasardhës së asaj partie të 45-s, që a mori pronën qytetarëve dhe njerëzve të pasur në 45 me anë të Kalashnikovit apo të armëve, sot ja marrin me anë të kartonit, sepse ka këto gëoret që i ka vendosur në bashki edhe ngërën dorën. Dhe këta do i marrin tokën, 220.000 metra tokë, fushën e aviacionit, të pronarëve vlonjat, dhe do të japin një oligarku, një që nuk u ngop me lek, një fundurin një lozhur, që është si thes me byk, dhe që ka zënë Vlorën në fakt, e ka filluar që nga porti ka përfunduar në Palas, e në Dërmi, dhe ai do ndërtoj aty terminal autobusash, do bëj dhe pallate, në tokën e pronarit. Këta fundurina që ju pat ata fundurina që ngritën kartonin jeshil, ata fundurina dhe llumi i qytetit Vlorës. Me në kryetarin e bashkisë, një kryetar bashki që është votuar nga 5% e votuesve, jo qytetarëve, po e votuesve të Vlorës. Pra, kryetari i bashkisë me 8.000 vota, kur Vlora ka mbi 100.000 votues. Ja, kjo është. Po dalë se do merremi gjithë me kryetaren, me të gjithë ata të sektorit juridik, me atë të aseteve, atë bishollë është dhe një bishollë e aseteve, është dhe një topografe që falsifikon hartën, do merremi me gjithë këta. Shikoni njerëz, unë s'kam as interes te kjo. Nuk jam as avokat i asnjërit prej atyre familjeve. Por unë jam avokat, mbroj liritë dhe të drejtat e njerëzit. Unë mbroj atë që është e shenjtë, prona e trashëguar. Dakor? Nëse mbroj Artur Sheun, mbroj të gjithë pronarët, mbroj edhe këta zotrit, dhe do mbroj të gjithë pronarët, do bëj thirrje të gjithë pronarëve. Dhe atyre që janë bashkuar me PS-n, atyre llumi tjetër që janë pronar, që janë edhe janë bashkuar me PS-n. Dhe kanë harruar që kanë vrarë gjyshit, uzin dhe koskat, nuk u gjenë në shtrat, kanë bërë burgje internime, viktimizime, diskriminime, janë bërë me PS-n. Bashkohuni bashk. Bashkohuni, se kjo është një klik, kjo është një mafje. Këshilli Bashkiak i Vlorës nuk është këshill, është një grup i strukturuar kriminal. Dhe ai do vejë në SPAK, së shpejti është për në SPAK. Dakor të? Prandaj edhe një herë tjetër, njerëz, unë nuk kam interes, nuk flas për interes, dhe unë pronat e mia i kam. Ato që kam marr, do marr, unë s'kam asnjë lloj interesi. Por po ju them, ngrihuni sepse po ju vjedhin tokat me karton. Këto gojoret që ngrin kartonin, e keni parë? Edhe kështu që ngrihuni njerëz. Mos shkelni gjakun e të parëve. Mos tradhoni idealet e të parëve. Dakor? Hajde miru pafshim.